Shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës në Ferizaj, Gazmet Bytyqi, i ka dorëzuar sot një draft rregullore Kuvendit Komunal, përmes së cilës synohet që të vihen në baza ligjore procedurat dhe kriteret e vendosjes dhe mirëmbajtjes së përmendoreve, busteve, simboleve dhe pllakave përkujtimore në komunën e Ferizajt. Bytyqi tha se kjo rregullore që pritet të dalë në Kuvendin e Ferizajt i ka munguar kësaj komune. Në emër të grupit parlamentar të PDK-s, ne sot do ta dorëzojmë këtë draft rregullore, do të kërkojmë që në seancën e ardhshme të diskutohet dhe që kjo rregullore të dihet në diskutim publik, më pastaj ftojmë të gjitha grupet e interesit, ftojmë qytetarët e komunës tonë, shoqatat e dalur nga lufta, komuniteti artistik që të japin kontributin e tyre, që kjo rregullore të pasurohet me tutje dhe që në të ardhmen e shpejt, pasi të mirë vendimi i saj, që të gjejë një zbatim të plotë në komunën e Ferizaj. Po njoftoj që një rregullore të tillë, disa nga komunat e Kosovës e kanë një rregullore të tillë, komunës tonë i ka munguar, prandaj ne sot e kemi bërë këtë draft rregullore dhe po besojmë e shpresojmë që do të jetë edhe do të kalojë në kuvend, por do të jetë më lehtë e zbatueshme. Bytyqi shtoi se komuna fillimisht duhet ta përpilojë një listë të monumenteve që ndodhen në Ferizaj dhe nëse kjo rregullore miratohet nga Kuvendi Komunal, i takon pikërisht pushtetit lokal që t'i mirëmbajë ato. Përgjegjësia do të jetë e komunës, në fakt përgjegjësia do ndodhet nëpër drejtoritë të komunës, po e marr shembull. Ne kemi propozuar këto që drejtoria e kulturës, rinisë dhe sportit, fillimisht ta bëjë një listë apo ta bëjë një databazë për të regjistruar të gjitha pllakat, monumente përmendore shtatore, që ne si komunë spori ta dimë se sa i kemi të tilla, më pastaj drejtoria për shërbime publike me bashkëpunim me kompaninë Ambienti që të organizojnë një ekip caktuar i cili do ta bëjë mirëmbajtjen e tyre. Prandaj kjo është vetëm një variant që ne kemi propozuar, ndërsa kjo mbetet që ta shohim në diskutime publike apo në kuvend të komunës që gjenden mënyra më e mirë se kush do të mund ta bëjë. Në këtë rregullore nuk përfshihet mirëmbajtja e varrezave të dëshmorëve dhe monumentet e ndryshme private.